Tani mund vje keq që mlidhemi pas shumë vitesh për të njëjtën histori, për sa krijohet një krizë, duhet mlidhemi ne të ndërpresim punën që të kujtohen ato që janë përfaqësuesit tonë atje në Tiranë, Ministrinë e Bujqësisë, që ky sektor me këto çmime nuk mund të vazhdoj punën. Me çmimin 60 lek për litër, ne na zen një kosto mbi 50% nafta. Me 1000 lek për litër, që është sot 1100 lek që ka shku, ne jemi komplet jashtë kostos. Pra nuk ngelet as për ekuipazhin, edhe as për me mbajt atë mjetë si për ujë. I bëjmë thirrje ministrit ton radh parë, mbaj premtimet që ke dhënë. Llafet që i thu para kolektivit peshkimit, duhet i marrësh me përgjegjësi. Nuk duhet i thush llafet, t'ikish edhe të harrosh çfarë ke thënë. Vetmja alternativë që është, sektori është i bllokuar komplet. Ne na ngelet paktën që mos rëndojmë veten tonë duke paguar për ditë taksa, sigurime e tjerë, të ndërpresim aktivitetin, të ndërpresim edhe licencat. Vetëm kjo na ngelet, nuk ngelet. Është kjo situata më e vështirë që po kalon sektori peshkimit ndër vite? E kemi kalu dhe përpara luftës me Ukrainën. Por fatmirësisht patëm një ndërhyrje të menjëhershme nga Ministria e Bujqësisë me mbështetjen e kryeministrit, që na u dha 40 lek për litër mbështetje për aktivitetin. Dhe e gjithë ajo ndërhyrje kushtoi rreth 3 milion euro, që 3 milion euro sektori i peshkimit ja jep shtetit vetëm TVSH, pa llogarit taksat e tjera, licencat e barkave, ndërhyrjet në regjistrin detar, siguracionet e kështu me radhë.